Nga perandoria e restoranteve tek përballja me drejtësinë, saga e Gjina Luarit. Sipërmasja shqiptare në Connecticut, Genoveva Gjina Luarit, 38 vjeçare, diku një nga emrat më të përfolur për suksesin e restoranteve të saj The Place to Be, po përballet tani me një sër problemesh ligjore që kanë vënë rrezik jo vetëm reputacionin, por edhe të ardhmen e biznesit. Luari, e cila dikur numëronte restorante në Hartford, West Hartford, New Haven, Springfield, ka plane për të zgjeruar në Dallas, ndodhet tashmë në një hetim për përballje dy akuzave penale, lëshim çeqje falso dhe vjedhje të shkallës së dytë. Ken Zwertlik, pronar restorant Equipment Paradise në East Hartford, shprehet i zgënjur pas intervistës së fundit të Gjina Luarit për News 8. Ai pretendon se ajo i detyrohet rreth $11,000 për dy çeqje të pambledhura, dhe se pas disa javësh pa përgjigje u detyrua të kontaktonte policinë. Ai gjithmonë më ka paguar derisa ndaloi, tha Zwertlik. Ai shton se ka investuar $100,000 për pajisjet e projektit pa realizuar The Place to Be Bakery në Blueback Square, e cila u mbyll parahapjes për shkak të dëbimit. The Place to Be ka kaluar në një rrjet me 300 punonjës në vetëm 150, ndërsa pjesa më e madhe e planeve të zgjerimit është pezulluar. Aktualisht zinxhiri ka mbetur me vetëm 3 lokacione funksionale. Në intervistën me News 8, Luari rrëfeu se publikimi i fotos së saj të arrestimit ishte një prej goditjeve më të forta. Nuk e imagjinoja kurrë një diçka të tillë që mund të më ndodhte. Ajo tha se zgjerimi i shpejtë i restoranteve u bazua në kërkesën e madhe në radhë pritje deri në 3 orë, por problemet nisën në vitin 2024 me akuza për mos pagesa të qiras, mbylljen e disa vendeve për shkak të përmbytjeve dhe mosmarrëveshje me pronarët e ambienteve. Për sa i përket çeqjeve të diskutueshme, Luari i quajti si një keq kuptim të pasur, duke pretenduar se çeqjet u firmosen nga një blok i vjetër çeqje që supozohet ishte aktiv. Luari thotë se synon të rikthejë stabilitetin, po ndërtojmë një markë të fortë, po tregojmë komunitetit se jemi të përkushtuar, ajo pritet të rikthehet në gjykatë të martën, ku do përballet sërish me akuza penale.